Folte edhe aspektin gjenetik, sigurisht e pa më dhe vicat ati që... Po. Nuk shkohet strikt që gjedi për këtë gjedi... E spjegun edhe atë pjesë, domethënë i përzgjedhin kafshët të cilat kanë me prodhu viça, po patjetër, domethënë përzgjedhin kafshët të cilat ja vlen me prodhu viça femra, të cilat do të përdoren në të ardhmen për remontin e kësaj ferme. Domethënë kjo fermë komplet remontin që e bën prej fermës vet, nuk blen nga jashtë, domethënë ka arrit që nivelet gjenetike me i përmirësu, domethënë në atë gjendje është se vetë e bën remontin e fermës, domethënë sepse këtu ka lopë të cilat plakën ose skartohen para kohë, duhet të zaventësohen me mështira të reja. Po dhe emrat atje, jashtë gjedi gjithë që cilin menuar me këtë. Ka, jep detajet të laktacionit, jep detajet të moshës, jep detajet për secilin gjell të cilat janë gjinde tashmë aty. Këto janë përzgjedhë si lopë më rekorde të fermës. Këto janë përzgjedhë si lopë më rekorde dhe për atë arsye këto tani kanë secila kanë shënimet se çfarë rezultate kanë. Përndryshe të nderuar miq, këto shpjegime i bëm përmes veterinarit Fidan Krasniqi, edhe pronar i fermës mbase ndërmbetëm dhatë në Kosovë afër Prizrenit, e cila numëron diku ka mbi afër 300. Afër 300 kerëve. A e sheh ti perspektivën Fidan që mund është diçka me ju parafruar kësaj specifike? Ne në aspektin e të ushqyrit jo, sepse ne kemi tjera koncepte të ushqyrit, ne prodhojmë edhe silazh dhe domethënë tjera koncepte, për shkak se këta në shumë këtë nivel kanë treg për me shita djathtë të cilin vetë e prodhojnë. Unë e shoh vetën ndoshta me kombinu diçka me përpunim, mirë po ndoshta koncepti i tillë nuk funksionon të ne. Edhe sistemi i gjatë. Ma shumë ky koncept kishte me funksionu në regione ku fermat janë në lartësi bidetare më të mëdha, ku janë kryesisht domethënë munden me shfrytzu dhe pullosin. Edhe mund të thotë që ka diçka këtu, ajo është afër bios ushqimi. Ka ndonjë përzimje diçka që... Dëgjoj, afër bios tash ne nuk bëm pyetje tek pronarët se mirë po specifika. Mirë po përderisa përdoret edhe një sasi e vogël e koncentratave, atëherë nuk ka problem. Afër bios. Po qëllimi kryesor është materia thatë e cila arrihet nëpërmjet sonës për me prodhu djathin. Djathi qetësor, po. Edhe një çështje që e potencuan është shumë e rëndësishme në industritë të përpunimit, që këta janë të luftuar që kafshët nuk e kanë theksin e veçantë tek niveli i yndyrës në qumsht. Gjë që në Kosovë dhe qumshtorët ende e paguajnë qumshtin në bazë të yndyrës. Jo, këtu theksi i veçantë është tek proteinat në qumsht, sepse ato japin sasi të djathit, edhe kvalitet. Jo, si proteinat. Proteinat janë shumë të rëndësishme, sidomos në përpunim të qumshtit.